Përshëndetje të gjithëve miq, jemi këtu në episodin e dytë të podcastit Shine. Sot në fakt do të flasim për një temë shumë interesante, por mbi gjitha një temë shumë të vlefshme që na prek të gjithëve. Do të flasim për organin më të rëndësishëm të njeriut, zemrën. Dhe kam kënaqësinë që këtë bisedë ta zhvilloj pikërisht me një mjek të ri, shumë profesionist. Jemi bashkë me Mirald Ginën, mjek kardiolog. Mirald, faleminderit. Doktor, kënaqësi që do të diskutojmë bashkë për këto problematika dhe në fakt unë do doja ta nisnim me statistikat. Ka realisht Shqipëria të dhëna sa i përket pacientëve të prekur nga sëmundjet e zemrës dhe sa prej tyre shkojnë në fatalitet? Po, shiko, ky është një thembër e akilit e mjekësisë tonë, fakti që jemi shumë dobët me datat, me të dhënat, me regjistrat, me statistikat. Sigurisht Instituti i Statistikave bën punën e vet për të akumuluar dhënat dhe po kemi të dhëna mbi vdekshmërinë në vitin 2023, se 2024 nuk janë shpallur akoma, kanë qenë diku rreth 11.000 vdekje, 11.000 vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare, që ka qenë diçka më pak krahasuar me një vit më parë që kanë qenë rreth 11.000 vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare. Dhe në total këto përbëjnë rreth 51% të shkakut të vdekjeve. Pra është shkaku numër 1 i mortalitetit, i vdekshmërisë në vendin tonë, ashtu sikurse edhe në gjithë botën. Pra sëmundjet kardiovaskulare është një trend që ruhet edhe në vendin tonë. Parashikohen pak a shumë shifrat. Absolutisht. Është një trend që ruhet, që pasohet pastaj nga sëmundjet tumorale, që janë shkaku i dytë i mortalitetit në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera. Kur flasim për të shkuar në fatalitet, le të themi ka shumë raste, edhe ky është një trend në rritje apo mundemi ne të parandalojmë sot? Këtu pastaj ndryshojmë pak, sepse vendet e zhvilluara prej disa vitesh kanë një trend në rënje të mortalitetit nga sëmundjet kardiovaskulare. Sigurisht për shkak të përmirësimit të aksesit në shërbimin shëndetësor, për shkak të përmirësimit të shërbimit mjekësor dhe të avancimit të teknologjisë dhe metodave të reja të trajtimit, për shkak të ndërgjegjësimit të njerëzve, të gjitha këto kanë çuar në një rënje të mortalitetit kardiovaskular. Në vende në zhvillim, ku u futemi edhe ne, trendi është i kundërt. Mortaliteti është në rritje, sepse dinamikat e shoqërisë janë ndryshe, është urbanizimi që luan një rol shumë të rëndësishëm, kalimi nga ato punët në zyrë, në jetën sedentare, në ushqimin e shpejtë dhe të ultraprocesuar, nivelet e larta të stresit, presionet e larta, gjitha këto faktorë që ndikojnë që rrisin sëmundjet kardiovaskulare, por ndërkohë në vendet në zhvillim nuk kanë të njëjtën qasje, të njëjtën akses në sistemin shëndetësor sikurse kanë vendet e zhvilluara, nuk kanë të njëjtin nivel të sistemit shëndetësor sikurse kanë vendet e zhvilluara dhe kjo rritje e sëmundshmërisë shoqërohet edhe me një rritje të vdekshmërisë. Besoj dhe pjesa e edukimit, po do ta cekim më vonë ose nga fundi. Cilat janë sëmundjet më shqetësuese të zemrës sot? Padyshim, numri 1 do t'ja lija sëmundjes koronare, sëmundjes ishemike të zemrës apo infarktit të zemrës, siç mund ta njohi në një term popullor. Ky është shkaku kryesor i vdekjeve. Pasohen pastaj patjetër me insuficiencën kardiake apo atë që quhet dobësimi i muskulit të zemrës, që për fat të keq nuk njeh moshë, mund të prekë edhe moshat e reja, mund të pasojë edhe një gjendje virale fare banale. Janë aritmit të ndryshme, të cilat shkaktojnë jo vetëm një dëmtim të cilësisë së jetës, për shkak të shqetësimeve që japin, por mund të pasohen edhe me vdekje kur janë aritmi vdekjeprurëse. Pra, këto do të ishin sëmundjet të rëndësishme, por këto në lidhje me rrezikun që paraqesin, në lidhje me përhapjen në popullat, sigurisht i pari është hipertensioni, që është shumë i përhapur edhe në moshat e reja, ndryshe nga që mendohet që pra se ka një mendim gabuar në popullat që me rritjen e moshës duhet rritet edhe tensioni dhe është kategoritë të moshuarve, madje edhe të moshuarit thonë po për moshën time mirë e kam unë 15-16 vjet se jam i moshuar. Është një mendim i gabuar që duhet të ndryshoj, por shumë më tepër po shohim mosha fare të reja që vuajnë nga hipertensioni. Dhe këtu hyn ato që përmenda pak më parë, ndryshimi i stilit të jetës është shumë i rëndësishëm. Jeta sedentare, ushqimet e shpejta, nivelet e larta të stresit, pagjumësia, të gjitha këto çojnë në shfaqjet e hershme të hipertensionit. Kur flasim për shkaktarët, natyrisht që e tham stili i jetesës është një prej shkaqeve kryesore që përfshin shumë pika aty. Por stili i jetesës në raport me gjenetikën ndoshta, çfarë duhet të kemi kujdes? Shiko, kur vjen puna te sëmundjet kardiovaskulare, ne flasim për faktor rreziku më tepër se sa për shkaktar.
Pra, është e vështirë që ti të përcaktosh një element të vetëm si shkak të sëmundjeve të zemrës, por janë disa faktorë që rrisin rrezikun për të shfaqur një sëmundje kardiovaskulare. Dhe këtu janë këto faktorët e modifikueshëm, i themi neve, pra që ti mund të ndikosh në to, siç janë tensioni i lartë, diabeti, yndyrnat e larta, duhanpirja, jeta sedentare. Por për fat të keq ka edhe dy element që ne nuk i ndryshojmë dot, që është gjinia, meshkujt preken më shumë nga sëmundjet kardiovaskulare sesa femrat. Kjo diferencë fillon e ulet pas menopauzës, dhe gjenetika, shumë e rëndësishme, deri më tani e pandryshueshme, e pamodifikueshme, por me avancimet që janë bërë në teknologji, gjithmonë e më tepër po identifikohen gjene të caktuara ose mutacione të caktuara në gjene që e rrisin këtë risk. Ne në këtë moment nuk jemi në gjendje ta modifikojmë këtë gjë, pra nuk i ndryshojmë dot, por ama na ndërgjegjësojnë, sepse duke ditur që një individ i caktuar ka një risk më të lartë për shkak të stofit të tij gjenetik, ne tregojmë më agresiv për të trajtuar faktorët e tjerë të rrezikut që ai mban për të ulur në total riskun e këtij individi. Shpesh kam pasur mundësi dhe ta diskutoj edhe në forma të ndryshme, por edhe në diskutimet tona të përditshme, duket se ka një ulje, le të themi, të moshës së popullatës që preket nga sëmundjet e zemrës. Edhe ju e cekët pak më parë, pse po ndodh kjo? Dy arsye. E para është edhe ndërgjegjësimi i popullatës dhe edukimi dhe shkojmë më shpesh tek mjeku dhe po shkove shpesh tek mjeku, patjetër edhe ndonjë gjë do dali, sepse kur nuk shkon, ti nuk e di që vuan. Në qoftë se ti nuk e marr tensionin, nuk e di që vuan nga tensioni i lartë, nëse ti nuk bën analiza, nuk e di nëse ke diabet apo ke yndyrna, por duke qenë më të rregullt në kontaktin me mjekun, këto gjëra dalin më tepër në pah, por patjetër kjo gjë duhet parë nga një këndvështrim pozitiv. Fakti që është rritur kultura e të vajturit tek mjeku. Por ama është një trend edhe shqetësues, sepse është diçka që e dëshmojmë edhe në përvojën time 10 vjeçare që ushtroj këtë profesion, është një gjë që e dëshmojmë dita ditës që moshat e reja preken më tepër nga sëmundjet e zemrës, dhe po ashtu sigurisht edhe kolegët e mi më përvoj e dëshmojmë patjetër më tepër, thonë në kohën tonë nuk shihnim infarktin në mosha 40 vjeç apo nën 40 vjeç, siç ndodh sot. Këtu ndikon kryesisht terreni social, përdorimi shumë i përhapur i duhanit, por edhe i substancave të tjera në moshat e reja rrit rrezikun për sëmundjet e enëve të gjakut dhe të zemrës. Besoj stresi, ajo që diskutojmë në përditshmëri, ankthi që gjithmonë më shumë përjetohet, jo vetëm nga të rinj, por një ankthi vëretur ndoshta edhe në mosha më të hershme. Ankthi dhe stresi janë dy vrastar të heshtur t'i quajmë, sepse po që shpesh herë ne ja anashkalojmë. Ja anashkalojmë, nuk i japim rëndësinë ose themi se të gjithë kështu jemi, gjithë kemi nga pak. Po, por në fakt kjo jeta kështu frenetike, shumë e shpejt, pa patur pak kohë të ndalemi dhe të mendojmë që çfarë po bëjmë. Vrapi pas suksesit, pas punëve, presioni social, presioni i rrjeteve sociale, për të arritur më të mirën, më të bukurën, për të qenë i pari ose pse nuk je i pari. Të gjitha këto ushtrojnë një presion shumë të lartë që në fund bie mbi shpatullat tona. Dhe përkthehet në gjithë këtë sëmundshmëri të shtuar në moshat e reja. Doktor, kur flasim për faktorët e rrezikut, një prej tyre është edhe lipoproteina A, e cila është në fakt një lloj proteine e ngjashme me kolesterolin. Çfarë është ajo? Për lipoproteinën A flitet goxha kohët e fundit, është një strukturë komplekse që përmban edhe yndyrë, pra edhe një kolesterol të ngjashëm atë LDL kolesterolin që e quajmë kolesterolin e keq. Tipik dhe që e kemi më shumë. Bravo, që e sulmojmë dhe e trajtojmë në mënyrë agresive, sepse edhe ai është ndër vite i provuar si një faktor i rëndësishëm në rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Se shiko, kur flasim për faktorët e rrezikut të zemrës, të gjitha ato kanë lindur nga një studim i kryer në Framingham, Massachusetts, diku pas luftës së dytë botërore, 1948 ose diçka e tillë, që u mor një grup njerëzish diku rreth 5000 veta, dhe këta janë ndjekur për vite të tëra, madje sot studimi vazhdon dhe janë në gjeneratën e tretë
të brezin e tretë të këtyre pacientëve, të cilët janë studuar ndërkohë dhe u identifikuan 1, 2, 3, 4, 5 gjëra që neve na e shtojnë sëmundshmërinë e zemrës. Dhe këtu kanë dalë të gjitha këto dhe pastaj janë pasur me studime të tjera. Lipoproteina A është zbuluar kohët e fundit si një faktor kauzativ, pra shkaktar i sëmundjeve kardiovaskulare. Zbulohet përmes një matje shumë të thjeshtë, një analizë gjaku fare e rëndomt banale, por nuk është kjo arsyeja që ne nuk e njohim, është mos pasja deri më tani e një mjeti trajtimi për këtë faktor rreziku. Si është e rëndësishme mbajtja nën kontroll e lipoproteinës A? Atëherë, është parë në studime që nivelet e rritura të kësaj lipoproteine shkaktojnë 4-5 fish rritje të rrezikut për sëmundje kryesisht të arterëve koronare, pra infarkt miokardi, për sëmundje të arterëve periferike, sepse një lloj siç dëmtohen ente gjakut zemrës, dëmtohen edhe ente gjakut të këmbëve, po themi, dhe për insult ishemik. Pra, këto janë patologjitë të themi. Janë patologji që janë të lidhura dhe kalcifikimi i valvës aortës. Pra, këto janë patologjitë kryesore që janë të lidhura me nivelet e rritura të lipoproteinës A. Dhe është parë që rënja ose ulja e niveleve të kësaj lipoproteine, qoftë tek smurët që vuajnë nga probleme të tilla, por qoftë edhe ata që nuk janë të sëmurë. Pra, rënja e niveleve të kësaj lipoproteine ul rrezikun për të shfaqur probleme në të ardhmen. Pra, është një proteinë, lipoproteina A është një element në gjak që ka një aterogenicitet, pra shkakton një sëmundje të enëve të gjakut të zemrës 4-5 herë më të lartë se sa ai LDL kolesteroli, pra ai kolesteroli i keq që ne trajtojmë. Është nivelet e saj janë të përcaktuara gjenetikisht. Pra ne nuk mund t'i modifikojmë ato përmes aktivitetit fizik, përmes dietës, ndryshe nga që ndodh me kolesterolin, me sheqerin, pra diabetin, të cilët nëse ne jemi shumë të rregullt me aktivitetin fizik apo me dietën, ne mund t'i modifikojmë, mund t'i ulim nivelet e tyre, me këtë nuk e bëjmë dot. Po, ju thatë që mund ta zbulosh nëpërmjet një analize gjaku të thjeshtë. Sa e rëndësishme është kapja në kohë dhe trajtimi më pas? Sot rekomandohet që kjo analizë gjaku të bëhet të paktën një herë në jetën e njeriut. Ndryshe nga analizat e yndyrnave, ndryshe nga analizat e yndyrnave që ne mund t'i modifikojmë, mund t'i ulim dhe duhet t'i mbajmë në kontroll her pas here për të parë ku jemi. Siç thash, për këtë ne tani nuk kemi një mjet për ta ulur dhe duke qenë se nivelet janë të përcaktuara gjenetikisht, mjafton një matje për ne të ditur ku është. Pse na shërben kjo gjë? Për zakonisht mund t'i bëjmë gjatë për çana duhet ta dimë, është pyetja. Duhet ta dimë sepse nëse nivelet e saj janë shumë të rritura, ne automatikisht jemi një individ me risk të lartë për të shfaqur sëmundje të ende të gjakut në të ardhmen. Po. Dhe duke e ditur këtë risk të lartë, ne ndërgjegjësohemi dhe kontrollojmë më mirë faktorët e tjerë të rrezikut. Pra, nëse dikujt i thua shiko, juve me këtë nivel kaq lartë të këtij elementi në gjak, jeni shumë i riskuar në të ardhmen për të patur sëmundjen të zemrës, atëherë ai është më i prirur të lëri duhanin, të fillojë aktivitetin fizik, të mbajë një dietë të rregullt, pra të kontrollojë gjithë këto faktorët e tjerë. Duke kontrolluar gjithë këto faktorët e tjerë, automatikisht ne ulim riskun. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhet paktën një herë në jetë, ta dim ku është. Mosha dhe gjinia, pse më e lartë tek meshkuj? E përcaktuar gjenetikisht. Është parë që tek femrat, pra nuk ka një pse, është parë me siguri janë ndikimet janë ndikimet hormonale që luajnë rol këtu, sepse është parë që edhe tek femrat pas menopauzës nivelet e lipoproteinës rriten në gjak dhe shkojnë afër atyre të meshkujve. Doktor, sa e rëndësishme është, e përmendëm pak më parë, edukimi, ndërgjegjësimi i vetë ne si individë, si person, por edhe roli i mjekut si faktor në gjithë këtë proces, le të themi edukimi, ndërgjegjësimi, trajtimit më pas. Unë mendoj që është themeli i trajtimit të një pacienti është edukimi. Sepse më thonë shpesh edhe pacientët që doktor mos më shpjego fare çfarë mendosh ti, më thuaj ta bëjmë, më them jo, se nëse ti nuk e kupton se ne çfarë po bëjmë, nga se vuan, çfarë po bëjmë dhe çfarë duhet të bësh, atëherë është e kot, sepse çfarëdo që të them unë, ti do dalësh nga zyra dhe mbrapa do ta harrosh shumë shpejt ose do ta bësh një muaj dhe mbrapa nuk do t'ia kushtosh rëndësinë. Por kur ti je i ndërgjegjshëm për sëmundjen që ke, për rrezikun që mbart, për jetën që duhet të bësh në vazhdim dhe pasojat që ka nëse ti nuk i bën këto gjëra, atëherë çdo gjë është e kot. Kështu që është shumë e rëndësishme edukimi, por edukimi patjetër jo ai edukimi që lexojmë vetë në internet, sepse ndoshta ndonjëherë ashtu edhe ngatrohemi, edukimi duhet nisi nga mjeku. Që nga mjeku i familjes, natyrisht në pas specialistë të patjetër, sepse aty është kontakti më i afërt, më i ngushtë, gjithë aty drejtohemi momentin e parë, por edhe nga specialisti.
kemi plot në Shqipëri ka, sikurse kudo, patjetër, po edhe në Shqipëri ka plot familje të prekura nga një sëmundje gjenetike që quhet hiperkolesterolemi familjare, që janë familje që kanë nivele shumë të larta të yndyrnave në gjak. Dhe në momentin që të vjen një individ dhe ti i sheh që yndyrnat janë në qell, nuk mjafton të trajtojmë këtë njerëz. Këtu do ta trajtojmë, do ta ndjekim, do ta këshillojmë patjetër, por duhet bërë ditur që të gjithë anëtarët e familjes duhet të depistohen, duhet bëjnë analiza sepse është shumë e lartë probabiliteti që edhe 1, 2, 3 apo 4 anëtarë familje të vuajnë nga njëjta gjë. Dhe sa më herët të diagnostikohen, sa më herët të trajtohen, aq më shumë ulet rreziku në të ardhmen. Patjetër, aq më shumë parandalohet. Dhe duke qenë se po flasim tek ajo që ne mund të bëjmë si individ, ndoshta vetë edukimi dhe vetë ndërgjegjësimi pse jo në disa raste nëse nuk janë mundësit atje ku jetojmë për të marrë informacion ashtu siç duhet. Për ushqimin që hyn tek pjesa e stilit jetesës që ne bëjmë, dieta do duhet ta themi e shqiptarëve është më shumë e përqendruar tek proteina, tek konsumimi i mishit, por nga ana tjetër, paktën në Europë apo në vende ndoshta me një standard më të lartë se Shqipëria janë më shumë të orientuar tek perimet, tek zarzavatet. Kur flasim për sëmundjet e zemrës dhe atë që ne mund të bëjmë në jetën tonë të përditshme, ju çfarë diete sugjeroni? E para dhe më e rëndësishme, hani sa më shumë shtëpi. Sepse çfarëdo që të hani, çdo gjë e konsumuar në shtëpi do të jetë më e shëndetshme se ajo e konsumuar jashtë. Për fat mirë ne ende në Shqipëri, gjërat po ndryshojnë shumë shpejt dhe shumë ndoshta astuce do ta kemi, por ai kontakti me fshatin është akoma qëndron akoma dhe sido që të jetë jemi ende me fat në këtë drejtim, po. Sepse me pak po të sforcohesh ose po me pak kërkim, do ta themi rreth e qark edhe rreth e qark Tiranës i gjen alternativa. Po edhe në Tiranë, në Tiranë po të kërkosh, pra mjafton të mos jetë ajo zgjidhja që shkon në supermarket e mbylli gjithë gjërat aty sepse është më komode dhe më e lehtë. Kështu që ende e kemi këtë luks, sepse sot është luks, edhe në vendet perëndimore, pavarësisht që sot thua të jetosh shëndetshëm kushton, sepse duhet zgjedhësh ushqimet organike, duhet gjesh kohën të bësh palestrën, aktivitet fizike, çdo gjë, kështu që kështu sot të jetosh shëndetshëm kushton. Por ne ende kemi këtë luksin që shumë gjëra i kemi të pakonservuara, të paprocesuara dhe pse të shkojmë tek gjërat e paketuara kur Shqipëria ofron këtë mundësi? Pikërisht. Kjo është e gjitha. Pra, pse të shkosh tek ajo kanaçja me qiqrat apo fasurit ku konservuar kur ti mund t'i marrësh për 20 minuta mund t'i bësh vet. Pra, ushqimet e procesuara, të konservuara, ushqimet me përmbajtje të lartë yndyrnash shtazore, por prap nuk po themi mos konsumoni mish. Konsumoni mishin në shtëpi, jo atë fast foodin. Thjesht duhet të jemi tek selektiv në produktet që ne zgjedhim dhe të jemi të orientuara të paktën me dhe të marrim informacione. Patjetër sa më tepër të orientuara drejt dritrave integrale, drejt perimeve, drejt frutave, drejt peshkut që shqyr edhe ai nuk na mungon, kështu që ne ha mirë dhe kur vjen në Shqipëri thotë këtu hahet shumë mirë dhe këtë gjë duhet ta shfrytëzojmë sepse sot është luks. Një pyetje të fundit, sa i përket pjesës së teknologjisë natyrisht dhe inteligjencës artificiale, çfarë nuk lexojmë në internet, por realisht çfarë ndihme po jep në mjeksi në një pikpamje të përgjithshme, ku ju keni mundësi ndoshta edhe të merrni pjesë në kongrese, seminare të ndryshme, aktivitete edhe jashtë Shqipërisë, çfarë roli po ka teknologjia dhe inteligjenca artificiale në këtë rast në favor të kardiokirurgjisë, por jo vetëm, dhe çfarë mundësish ka Shqipëria për të qenë sa më afër, le të themi, këtij avancimi që do të na shërbej për mirë, të shpresojmë, paktën në mjeksi. Sot mjekësia është një simbiozë, ka një marrëdhënie shumë ngushtë me teknologjinë. Në pothuajse në të gjitha fushat teknologjia i ka shtrirë shumë fort rrënjët edhe gjithmonë është më e pranishme në punën tonë. Shumë gjëra që më parë ishin të pamendueshme sot janë në realitet, disa prej tyre edhe në Shqipëri, pra qoftë trajtimi i sëmundjeve koronare që sot ka 3-4 dekada që bëhet dhe nuk është më diçka e re, por me një gjë fare mini invazive që ti as nuk e kupton se ku e si hyri dhe ti trajton zemrën. Sot nuk ka nevojë të operohesh për të ndruar një valvulë në zemër sepse po në të njëjtën formë, pa hapur kraharorin, pa çfarë gjoksin, ti mund të ndrosh valvulën e zemrës. Sot kemi aparate shumë të sofistikuara elektronike. Flasim për në Shqipëri. Edhe në Shqipëri, po. Edhe në Shqipëri, po. Sot ne përdorim aparate shumë sofistikuara elektronike që jo vetëm rregullojnë ato traurat e zemrës, por në një farë mënyrë rregullojnë edhe në rastin e insuficiencë kardiake. Pra është një terapi që ne quajmë risinkronizimi kardiak, kur zemra
nuk të kurrë në mënyrë sinkrone. Ne vendosim një aparat me 3 sonda në dhomat e zemrës, të cilat rregullojnë këtë kontraktilitet që nëjtë bëhet në mënyrë sinkrone, në mënyrë për të rritur efektivitetin. Pra, kemi shumë device, aparate, edhe në Shqipëri është prezente, edhe në qendrën spitalore universitare, Nën Tereza. Kështu që teknologjia është e shtrirë shumë. Por gjëja e re është inteligjenca artificiale që po përhapet tash në të gjitha fushat. Ka filluar dhe Meksik, ka studime që po bëhen. Tash është një moment që ne jemi entuziast, por do vi shumë shpejt, ndoshta koha që mund ta kemi edhe frikë sa larg do shkojë. Nuk besoj që do t'i zëvendësojë ndonjëherë mjekët. Jo, nuk do t'i zëvendësojë ndonjëherë mjekët, për momentin është kufizuar në algoritmin e diagnostikimit të smundjeve të zemrës. Pra inteligjenca ka studime që bëhen aktualisht që ti fut profilin e një individi, këtu faktorët e rrezikut dhe disa elementë të tjerë, disa dhëna të tjera, fut 1, 2, 3, 4 ekzaminime që mund të ketë bërë personi dhe pastaj përmes një algoritmi të inteligjencës artificiale ty të jepet hapi tjetër, çfarë duhet bërë me këtë person. Pra, deri këtu jemi ndalur tani. Për momentin, shumë e qartë. Doktor, të falenderoj shumë, padyshim për gjitha informacionet e vlefshme që dhe për publikun, por për gjitha besoj edhe ke thyer mitin si një mjek i ri, profesionist, sepse kohët e fundit flitet shumë për këtë gjë dhe më bëhet qefi që këtë bisedë për smundjet e zemrës e zhvilluan bashkë. Faleminderit dhe suksese në punën tuaj. Ky ishte episodi 2 i podcastit Shine, do të shikojmë herë tjetër.